Duhet për gjas, për Vanesën, për Kogja i banë gjithë qa për lojë, më sa. Për çfarë të më vi marrë mua? Se kjo fjallë e fundit është reagimi im total, ta mbledhim. Për çfarë? Është komplet falso, se e komplet falso, pra po ta thamë. Si pse? Më thuaj pse? E din ti pse je falso, mos pyet mu pse ti je falso. Se të dukem ty, ma shpjego. Po se t'njof shumë mirë, Majsar, ma ja fut, ka ti inventon, sa jon historina, versionet, Po më thuaj diçka konkrete, unë e kam konkrete atë. Mirë. Kështu që mos më prek. Më thuaj pra pse? Pse që nga në falso, pse që nga... Nuk kam energji, Majsar, nuk durej ka ta njavën që durej ty, ju durej tanve, ashtu Po ne të kemi duru ty me këto marinat që bën ti 2 muaj resht, po na duron këti 2 ditë. Ba, kam ba marina unë 2 muaj resht, pa jam, Majsar, ma se jam të do reqet, se ika. Po mirë pra. Ske për t'i kohë, ama e men kam për të votu ty sonde. Qëtësoj. Shive. Po ja, ma pëse kam atë problemin, po ideja është që unë që më Po najtë ka shi që kuptim ka të gjuni, jo, po zoni s'ke qa me bëshe imersion, vetëm i shkut letëret e Zhakut edhe mua edhe s'ke qa me bëshe maestro kultura, që të thamë të intelektuali, rene në talë mu për një reagim si një zotni, e po qarë fani, ma po si i futit? Po si i futit dora nga tjetëri të amë, po ku i edukuti, ma, ku i edukuti? Mo e kemë su edukatëm, ti vjen për e pyllit a prej ku vjen. Pasere, e këta tjerë që gjeshin. Dakor. Je naiv, je i vogël, ne të kemi bulizuar. Unë jam naiv, unë jam dalur me ty, na vjen shumë keq, të kërkojmë shumë falje, ti është faji jonë. Dhe thënë, ti je... Sa po ke kaluar pubertetin dhe nuk i di. Nuk jam ma për këtë lojë tujt, nuk jam ma, okej, nuk jam ma, kam i jetë ka që të bukur jash, nuk ka që puna jote. Ja, me për ty me zishtë, ti me qas bën me maj këtu. Unë, qa bëjmë? Qas bën, Shet vedin me maj këtu. Ti shet vedin me maj këtu. Shet vedin me maj këtu. E shesun vetën? Si e shes vetën? Po si pra, ma trego pra si? Po jo, ma trego, po ti nëse e një akus, nësa ti nuk të intereson të lëndosh një njeri 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, vetëm për të qëndruar, unë e kam konkrete. Ti qa ke konkrete? Ke kam lëndu unë. E ke harru dhe emrin? Kam thonë drejtër, më qaketi, kam thonë, a qa me mosha, kam keni sinqert, po i gjithë po i tribami e ju përgjithsi. Unë ti, pytja ma më dhe. Edhe bëra të thuja i sa e bëra. Kam vetëm një pyetje, me qënë se po e shoh diskutimin tuaj dhe dua ta pyes Sarën. Sara, si do ta kishe këshilluar ti Indrin të vepronte nëse Indri ndjente që nuk ka ndjenja për Vanesën dhe nuk do donte që ta mbante akoma me shpresa, me iluzione atë vajzë, ndërkohë që ai do ishte brenda. Çfarë duhet kishte bërë? E para, unë nuk mendoj se ndjenjat shuhen për 1 ditë, ose 2 ditë, siç Indri tha që më janë shuajtur për 1 ditë, sepse i bie që ti takohesh në mëngjes dhe në darkë Indri s'pas ka ndjenja për personin jashtë. Kështu që nuk e mendoj këtë gjë, nëse ka pasur këtë ndjesi që kur ka qenë Vanesa këtu, patjetër që mund ta diskutonte me Vanesën kur ishin këtu dhe kur ishte live me të, dhe jo ta lëndonte nga televizioni dhe përveç kësaj të insinuonte një javë të tërën, sikur kjo gjëja vazhdonte të ishte e vërtet, ndërkohë që kishte shkruar një letër dhe ne na bënte sikur vazhdonte të kishte ndjenja për Vanesën. Dhe ishte e tmerrshme. Ndërkohë tani më thot mua ti shet veten për të qenë këtu, domethënë imagjino çfarë njeriu absurd është ky, absurditeti i këtij njeriu arrin në qesharake, se s'ke çfarë ti bësh tjetër, do qeshësh. Do qeshësh se mendon që do t'i shkruaj letër tjetrit, do qeshësh se mendon që ka qenë. Kostana, çfarë mendon ti? Unë cila është pyetja se e kam thënë dhe erën e kaluar ato që mendoja për këtë çështje. Çfarë do duhet kishte bërë Indri? Unë e kam biseduar me Indrin, e çmoj sinqeritetin në çdo rast edhe në çdo rrethan, nuk ka rëndësi për mua nëse është herët, është vonë, rëndësi ka vetëm të çliroj dikush nga, dhe e vërteta është ajo që të bën të lirë, të çliron. Vis, çfarë do duhet kishte bërë Indri? Unë nuk mendoj që Indri ka bërë këtë gjë për lojë. Ka më tepër të bëj me karakterin e Indrit. Unë kam bërë një bisedë 4 ditë masi kena bërë living bash, masi doli Vanesa, dhe mu ka duk se si të ave fjallën atë emërtimin e duar, si në hall, që si doli Vanesa e tjerë, dhe i kam thonë që lal do dalësh jashtë, nofta do shifeni atje, e tjerë. Dhe nuk e kam prit që ato ditë, ky e ka pas shkruaj me letrën, dhe më thënë ato ditë që ne kemi folë. Dhe kjo ka të bëj me pavendosmërinë e tij si karakter, dhe më thënë, pra ne e kam thonë as kap, as lëqat.
Më ka të bëj me karakterin e ti cilin unë nuk jam dakord. Paktën ta kishe sqaruar, ti kishte thonë, etj etj. Pra për zgjidhja vet, unë se gjykoj. Indri, Ose besoj se është për lojë. si kanë qenë këto ditë për ty? A e ke ndjer veten të izoluar në fermë? Komplet, ma e banë, komplet. Kam ka një qetë, më thanë drejtën, sepse po e përsëris nuk jave hiq veshin se nuk i gjykoj real, sinqerisht, po thuj se as njanën për reakcioneve ty, i gjykoj thjesht si reakcione të lojes, edhe nuk kanë se si me më prek, plus fakti që unë e kam thënë qyshërën e kalume me koshencën teme, jam shumë mirë, dhe më thënë, kur unë jam mirë me koshencën teme, është shumë e vështirë që të më mërzisin, po thojmë, opinionet e tjereve, sidomos në një kontest si kë, ku janë batë tonë, ujqë, tegër, që me zi që presin me ta gjithë piken ma dopt, edhe me të usull, jo tek, te se ka që jam të folë, jo 1-1, po 10-1, edhe e kanë demonstru sa po e pame. Më kanë bolizu me këtë historinë e pilafit e orizit, ato vazhdojnë me qesh, po unë e gjykoj si një diçka shumë, do më hanë, e të mërshme, a kuptonë, se unë isha në punë teme, mi më i lirë vazhdo, e qesh, vazhdo një tonë. Pra, qas ka nësë, s'po du as me i dhanë hapsin as rëndësi kësa gjojë. Ma analizoje, po dhe ja, s'kam nevoj, me i lirë se qa e kanë po. Nuk ngelatri. E gjykojnë vetë. Pa problem. Edhe shkurt më abeti Arban kanë kënë, prandaj edhe të thash aty kur isha jashtë, kam rrit një pikë që nuk kam ma energji, dëshirë, me rekonstruktu diqka, nuk banë për mu kjo loje pist, nuk jam tip që do mu gri për dit, unë jam tip i paches, peace and love, always, edhe nuk e kam fiksimin si që mund të ketë Sara, ose dikush tjetër me mrit finale, me fitu, se jam shumë i lumtur me jetën teme, edhe jam të folë, Sara. Po që shkjo, mos më përmënd? Edhe ti e fiksu me Sara, mas finales. Edhe kaq pra, në momentin që unë nuk një ma ato energjia dhe atë, që të thamun ty, se s'po m'vin as fjallët në këtë moment. Ja, po të ndimojnë opinionistët, duke të tënë se si kanë parë këtë situatën të nde dhe qasjen e të tjerve, edhe mënyrën se si janë sjellë të tjerët, Armal. Normale, gjitha këto komentet, sepse prite një breshëri, komentesh të shara e tjerë, komente jo të mira nga banorët, por për të kthyer një përgjigje të gjithëve në kuptimin e sqarimit si e shoh unë, është, se nuk duhet përsëritem, por duhet ta them që Indri ka qenë i sinqert dhe konsistent në konfuzionin e tij në lidhje me Vanesën. Paktën kështu e lexoj unë dhe na ka thënë disa herë që nuk jam i sigurt, kemi mushmenjen, ju mushmenja, pastaj si u mush. Edhe si thua, ka një këtë po themi dhe në e di që ka thënë Ermali. Tha, ore tha, mos jam mushëm në menjen Indrit, tha, mos ka ndikuar komente tuaja për... Nuk ndjem faqë për shtym që të beson të dashuria, thamë dhe e ne kaluar. Megjithatë, unë nuk e di se si mund të tërhiqet dikush nga dashuria pa qenë mashtrues. Do me thëmë, po thënë, shiko, unë po tërhiqem sepse nuk besoj më ke kjo dashuri dhe do jem mashtrues në qoftë se rri në këtë dashuri pa qenë i dashuruar. Por, sigurisht, kjo nuk na pëlqen, do më thënë dhe nuk jam i, si thush, dakord me mënyrën, pra nuk ka asgjë të keqe në qoftë se nuk e do Vanesën, por nuk jam dakord me mënyrën, sepse duke sikur po i mbyll këto marrëdhënie në një mënyrë jo shumë të denjë, Indri. Sepse mund të qosh i letër, mund të bësh i deklarat, i gjysëm kështu pa e taku personin, edhe jam rregull, por nuk i bëre mirë llogarit në shfaqjen e pëlqimit për pretendenten e fronit tjetër. Pretendenten e radhës. Je, Armal. Do të thënë, këtu mendoj se i ke, si thua, ke marrë shumë gjunafe mbi supe, duke bërë armiq, po thuaj se gjithë fermën, dhe mund të quhesh i targetuar, sepse nuk prite sa të, si thusht, kalonte pa kohë nga ndarja, që
të vazhdojë në një aventurë tjetër, mund të kishe pritur për shembull edhe derisa të dilje. Ermal, vetëm që ta skerin qose e mundem, qose më lejohet. Po, Indri. Unë thjesht, thash, ma bani edhe pyetje pse po thu që të pëlqen Klevisa, unë thash thjesht kam pas, kur për Klevisin kam pas një lloj tërheqjet fizike për Klevisin, edhe ajo ka kënë një konfirmim ulteriore, si i thojnë, që në fakt atëherë për Vanesën që jena të folë këtu. Ka kënë thjesht një tërheqje, unë nër tjerat Klevisa është të prezente, unë i kam kërku edhe ndjes për këtë gja, sepse i kam thënë Klevis, kam bë një dy kalkoli, si i thojnë. Një dy llogari. Urdo? Një dy llogari, po. Një dy llogari, edhe unë mund t'jem baba jotë Klevis, si regull, edhe të kërkoj shumë ndjes, ka kënë një moment, kërkoj me më kuptu, jena këtu të 2 muj, jesh shumë e bukur si vajzë, tjera, dhe s'kam madhu ma gjatë, po nuk kam dasht një histori, du me për fjallin me kriju një histori, se kam thonë kur, se kam dasht kur, pra thjesht mos ta Po mirë po tash eskalojmë. Shiko, kur i thu tjetrës, ose kur e bën publike që ke një pëlqim për Klevizën, nuk e ke fjallën me la enët. Pa tjetër... Po mirë, okej. Unë kuptoj që a thu ti, po kërko me duku që tha mund, nuk kam dasht një histori tjetër të mrama. Ti mendon që njeriu ka humbin një atë tërheqje ditë? fizike, edhe kjo ka kënë një konfirmim. Edhe ma shumë dhe faktin që me vane... Për lenë ma e përgjithë. Se mua kjo më befason. Se di, jo, ka njëzje umi dhe për i orë, Sara, nuk dita them atë, po besoj që Indro, në qëfës do kështë marrë frymë thellë, do kështë numëruar dhe në 10, mund të kështë përmbajtur pak veten ke ky hapi dytë. Nuk mendoj që letra e Indrit është një lëvizje loje apo strategjie, sepse nëse do ishte e tillë, atëherë Indri besoj e ka të qartë që ai do ishte një autogol, nëse kjo letër do ishte kurse si nuk mund ta nxjerrte mirë, por për hir të së vërtetës nuk ka asgjë absurde për ta lënë dikë online, sepse tani më falin që të tregojmë pak e keqe, po të njëjtën gjë bëri dhe Vanesa. Nuk është që dhe ajo e la ish partnerin e saj për Indrin në një rrethan pothuajse të tillë. Kështu që në këtë pikë dua të tregojmë fair me faktin që nuk është diçka që se kemi parë. Ndoshta në rastin e Vanesës ne prekemi më shumë sepse ne kemi parë marrëdhënien, ndërsa marrëdhënien që Vanesa ka pas me ish partnerin e saj ne nuk e dim si ka qenë dhe mbazojmë vetë fjalët e saj, përse në lidhje me Indrin ne e kemi parë si ka shkuar dhe sigurisht edhe them dhe rrithem të kërkoj ndjes Indri që rrithem që nuk kam besuar asnjëherë sepse mua më zhdukur që Indri ka kërkuar patjetër një marrëdhënie romantike dhe Vanesën e ka parë si rastin më të pamundur, duke qenë se Vanesa ka qenë në një marrëdhënie. Ajo që Indri s'ka kalkuluar, ka qenë që Vanesa mund të ndahej. Vanesa mund të ndahej dhe aty Indri të ngeli një dopjo 6 dhe ishte në dilemë se çfarë duhet bënte. Atë hynte në një marrëdhënie atë po të mos hynte. Nga një presion që Ermali thotë që ndoshta ka ndikuar Ermali, se unë nuk e pranoj këtë gjë, të futem në këtë grup. Po Ermalit ju dukeni të dashuruar. Tani kur i thua dikujt ju dukeni të dashuruar, ai fillon me ndona, po që kemi. Po, aty themi që tjetër se dim që Indri u nda nga Vanesa, po nuk dim a është ndar Vanesa nga Indri akoma. Mos tregoj informacione. Jo, po se dim të Dhe në ato moment Indri nga ky presioni vendosi ta përjetoj këtë marrëdhënie, po siç e kam thënë, nuk mendoj që ka patur ndenja dhe gjithashtu e vlerësoj faktin që Indri vendosi të shkruajë një letër që dhe ajo vajza që është jashtë as mos e presi, as mos ushqej iluzione, as mos ta ndjeki apo ta supërtoj Indrin si një partnere. Dhe mendoj që është më e drejtë, është më fair që një vajzë ta di që personi tjetër nuk do të vazhdoj më se sa të ushqej iluzione. Kështu që në këtë pikë... Okej. Mirë, do kthehem pas pak tek ju. Po Indri. Urdhra? Kishe diçka për të thënë? E mora i pikë prej 8 më në fund. Po, 3 ke marrë 2.